Qysh duhet, me marrë një kartë apo si Po se cili prej neve me një kartë dhe i përgjigjet pyetjeve. Mi marrë për 4 kategorive ka një kartë? Jo, e zgjedh prej 4 kategorive një anën veç. Mos të tot. Okej. Hajde, se zemrën speqele. Unë me ta lexu ty, apo atë ma lexon mu? Okej. Nëse do të kishe një makinë kohe për një udhëtim, a do të shkoje në të kaluaren apo në të ardhmen? Trego arsyet. Okej, përgjigjen duhesh me e donë ti dhe unë me qenë dëgjuesja aktive për ty. Unë, nëse do të kishe një makinë, okej. Unë isha shku as në të kalunën, as në të ardhmen. Të kalunën jam shumë krenare me cilën e kam, e të ardhmen jam shumë kurreshtare me njoft. Kisha qëndru këtu ku jam. Shumë mirë. Ja, është e arsyeshme kjo? Po, e arsyeshme. Ideja e formulimit edhe kur i kemi bo me qikat, me Irmën edhe me Liridonën. Jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht, duhet me qenë një përgjigje strikte, se cili kemi përgjigjet tona, përjetimet tona. Po ideja është që kjo pyetje me të botyre me reflektu që, okej, nuk i përkes as asaj, as kësaj, nuk jam të dashur as këto, po është një nevojë tjetër, një dëshirë tjetër që të bosh e vetëdijshme që e kina atë moment. E mirë, po më pëlqen. A me marr tash prej tjetrës apo? Po mendoj duhem me lut në grup. Po, s'ka problem nëse ti don. Jo, hajde merre tash ti. Po bëjmë përjashtime sot në emision. Emisioni jam mund të shpik rregullat e lojës. Veç on luj ju këqyrni.